Tani, ky që sapo foli, kam përpara një vendim të një autoriteti të pavarur në Republikën e Shqipërisë, të cilin ky autoritet i pavarur e ka dënuar me vendim të formës prerë këtu, se i ka vjedhur Partisë Demokratike të dhënat dhe listat e antarëve të kësaj partisë lodhur për fat keq, që zgjedh lloj njeriu e fut brenda, u futi Luli, për këtë Saliu nuk ka, Sali atje në Këshillin e Evropës dëgjoje këtë, nuk ke faj për këtë, është prurje Lulit ky, është ky nga ata që unë këtu e kam vendimin, të ftoj, jo tani se tani s'ke mundësi ta marrësh, kur të vish herës tjetër, të çohesh e thuash, ka një vendim ku ti je dënuar dhe partia jote është dënuar për vjedhje të dhënash personale? Pranove. Dhe nuk po hyk e vendimi lapajt, sepse ai është vendim që ti do ta kundërshtosh në gjykat, kur të marri vendimin e formës prerë, tezja e lapajt të marri fjalën dhe të flasi për këtë çështje. U po flas për këtë. I ke vjedhur Partisë Demokratike listën e antarëve. Imagjino çfarë jeti. Këta të marrin të fusin qyl, të fusin qyl deputet dhe ti u vjedh të dhënat dhe u çon email pa leje antarëve të Partisë Demokratike. Turp të vi. Kalojmë në pikën e 4 të rendit ditës. Projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Replikës së Italisë për bashkëpunimin strategjik në kujdesin shëndetësor, energjinë, mjedisin, industrinë e sigurisë mbrojtjes, menaxhimin e migracionit, arsimin, inovacionin, diasporën, transformimin ekonomik dhe rritjen inteligjente. Referuar në 173.2 rregullores, nëse ka pyetje nga kolegët për Ministren e Ekonomisë dhe të Inovacionit, nëse jo, atëherë fillojmë diskutimin me paraqitjen e aktit nga zonja Ministre. Zonja Ibrahima, i keni fjalën pa kufizim. Nderuar zonja Kryetare e Kuvendit, të nderuar deputet, të dashur qytetarë, është kënaqësi për mua që sot vi përpara jush për të prezantuar marrëveshjen ndërqeveritare ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe asaj të Italisë. Kjo është një nga marrëveshjet e para që ne nënshkruajmë me një shtet antar të Bashkimit Evropian, e cila vjen në një moment në cilin ne s'kemi qenë kurrë më pranë Bashkimit Evropian. Dhe pikërisht për këtë arsye, kjo marrëveshje nuk ka vetëm një domethënie politike, por ka dhe një domethënie thellësisht praktike. Na ndihmon për të bërë antar të tregut të përbashkët evropian. Marrëveshja ndërqeveritare në fakt që prezantojmë sot, që do të miratojmë sot, është një akt i cili ndërton mbi një marrëdhënie të qëndrueshme, një marrëdhënie shumë vjeçare, një marrëdhënie gati vllazërore që ne kemi me Republikën e Italisë. Italia sot është partneri ynë më i rëndësishëm ekonomik. Në Shqipëri operojnë rreth 6200 kompani italiane, ndërsa stoku i investimeve tuaj italiane në Shqipëri është 1.8 miliardë euro. Italia gjithashtu përfaqëson partnerin sot ton kryesor tregtar, ku 45% e eksporteve shqiptare eksportohen në Itali, duke qenë destinacioni kryesor i produkteve shqiptare. Këto shifra tregojnë qartë që bashkëpunimi i vendeve tona është konkret, i thellë dhe me një ndikim të drejtë për drejtë në ekonominë shqiptare. Ndërkohë që jo i vogël është dhe kontributi që shqiptarët japin në Itali. Jo vetëm në drejtim të punësimit, por edhe në drejtim të sipërmarrjes. Janë mbi 102.000 ndërmarrje, persona fizik apo sipërmarrje të regjistruara që operojnë sot në Itali, duke dhënë një kontribut të cilin ka një efekt ekonomik, por ka dhe një efekt social të domethënës për të dyja vendet. Dhe duke treguar një urë të rëndësishme bashkëpunimi ndërmjet dy popujve tonë. E pra, to shifra tregojnë që kjo marrëveshje nuk nis nga zero. Ajo ndërtohet mbi një bashkëpunim të konsoliduar ndër vite, që ka dhënë rezultate konkrete. Një shembull shumë i qartë është marrëveshja e firmosur para një viti
për njohjen e pensioneve, e cila ka filluar tashmë të zbatohet. Janë rreth 3800 shqiptarë, të cilët sot kanë filluar të përfitojnë nga kjo marrëveshje, ndërsa janë 500 shqiptarë të rikthyer në Shqipëri, të cilët gjithashtu përfitojnë nga kjo marrëveshje. Ky është një tregues se bashkëpunimi mes Shqipërisë dhe Italisë përkthehet në përfitime reale për qytetarët. Në këtë kontekst, marrëveshja që do të ratifikojmë sot e çon këtë partneritet në një nivel më të lartë strategjik, duke përfshirë fusha kyçe si shëndetësia, arsimi, energjia, mjedisi, siguria, inovacioni, migracioni dhe transformimi ekonomik. Italia është një ndër ekonomitë më të industrializuara të Europës dhe të botës. Përvoja saj në zhvillimin industrial, në shërbimet publike dhe në inovacion është një vlerë e shtuar për Shqipërinë. Përmes kësaj marrëveshje synohet transferimi i dijes, teknologjisë dhe praktikave më të mira, duke forcuar institucionet tona dhe duke përmirësuar cilësinë e shërbimeve publike. Në terma konkret, kjo do të thotë se shumë projekte të përbashkëta, më shumë biznese në bashkëpunim me njëri tjetrin, më shumë universitete në bashkëpunim me njëri tjetrin, më shumë institucione kërkimore dhe një rol më aktiv i diasporës shqiptare në zhvillimin ekonomik dhe social të vendit. Një element thelbësor i kësaj marrëveshje është transformimi ekonomik. Shqipëria ka nevojë të kalojë drejt një ekonomie më industriale, më teknologjike dhe më konkurruese. Kjo marrëveshje ndihmon në rritjen e vlerës së shtuar, në formimin e zinxhirëve të prodhimit, në përfshirjen më të madhe të bizneseve shqiptare në tregjet europiane, veçanërisht të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në tregjet dhe rajonale dhe europiane. Kjo marrëveshje gjithashtu dua të theksoj se nuk përbën asnjë detyrim financiar apo ndikim të drejtë për drejtë në buxhetin e shtetit. Ajo është një kornizë bashkëpunimi dhe çdo projekt konkret do të vlerësohet dhe do të miratohet rast pas rasti vetëm nëse sjell një përfitim të qartë për vendin tonë. Marrëveshja ndikon gjithashtu drejt për drejt edhe në punësim dhe në kapitalin njerëzor. Projektet që pritet të zhvillohen do të krijojnë vende të reja pune, do të rrisin cilësinë e punësimit, do të investojnë në aftësi profesionale në sektor me vlerë të shtuar si energjia, industria, infrastruktura, mbrojtja, shëndetësia dhe inovacioni. Ajo është plotësisht në përputhje me prioritetet e Bashkimit Evropian për tranzicionin e gjelbër dhe digjital, si dhe me rrugën e Shqipërisë drejt anëtarësimit evropian. Zbatimi i marrëveshjes do të monitorohet përmes disa mekanizmave të përbashkët koordinimi dhe ku vendi do të informohet rregullisht për ecurinë e saj. Të nderuar kolegë, ky projekt ligj forcon një partneritet që tashmë funksionon dhe e çon atë në një nivel më të lartë strategjik. Ai përgatit Shqipërinë për të qenë pjesë e plotë të Bashkimit Evropian dhe sjell përfitime konkrete për shqiptarët brenda vendit dhe jashtë saj. Për këtë arsye, ju ftoj që ta votoni të gjithë së bashku këtë projekt ligj, i cili është në interes të Shqipërisë dhe të qytetarëve të saj. Ju falenderit. Faleminderit zonja Ibrahimaj. Atëherë fillojmë me listën e diskutantëve. Zoti Boçi, keni fjalë? Përgatitet zonja Manasterliu. Nderuar drejtues e seancës, nderuar deputet, dua ta përshëndes marrëveshjen dhe të falenderoj qeverinë italiane për gatishmërinë e saj për të bashkëpunuar, por ndërkohë disa nga trit protestues që ju arrestuat duhet të ishin sot në fakt në auditoret e universitetit me demek për të shijuar frutet e kësaj marrëveshje dhe jo sallën e gjyqit, cilën ja keni bërë peshqesh. Dhe ta dini mirë që kur shteti zgjedh prangat ndaj trive, studentëve, aktivistëve, cilët janë pa armë dhe pa pushtet, atëherë ka humbur debatin me qytetarët. Ju arrestoni rinin dhe qytetarët dhe jo veprën e tyre, sepse ju e dini shumë mirë, rinia dhe qytetarët nuk kanë bërë vepër penale, sepse nëse do flisnim sot për vepër penale, do ishim duke folur për Ballukun, do ishim duke folur për Agaçin, duke folur për Ramën vetë. Dhe në qoftë se do ishim duke folur për vepra penale, do flisnim sot për tunelin e Llogaras, do flisnim sot për Akshin, do flisnim sot për Unazën, do flisnim sot për Qafploçën. Por fatkeqësisht padrejtësia në fakt
burgosja, dhuna, është karburanti i këtij pushteti i pushtetit tuaj. Ndërsa ata në fakt duhen falenderuar sepse kanë zgjedhur të rinë Shqipëri. Madje jo vetëm kanë zgjedhur të rinë Shqipëri, por kanë zgjedhur të protestojnë për drejtat e tyre. Ju i tregoni cepin e burgut dhe qelit, ndërsa duhet reflektoni për revoltën e tyre, se unë besoj që një pjesë e juaj e fjetur, tani më e sinqert, e pranon revoltën e tyre. Ju i gjakosni ato dhe i helmoni me gaz skaduar. Absurdi është se arsyeja e vërtetë e reagimit tuaj është prishja e qetësisë vanitoze të luksit të Paris tuaj. Është ndërprerja e goksimës, së pangopsisë, së kësaj parie. Arrestimi i trive nga protesta, dashur deputet, nuk është ruajtje e rendi. Ju e dini shumë mirë dhe ata që kanë më shumë përvojë, që ruajtja e rendi është lufta ndaj krimit dhe korrupsionit. Por, fatkeqësisht, kryeministri juaj, jo joni, dhe policia e tij nuk mund presin degën ku janë ulur. Janë ata majmunët që nuk mund ndërpresin mbështetjen e tyre, sepse pushteti i tyre dhe uniforma e kësaj policie është bërë pis. Ata tri, bashkë me gjithë qytetarët, e bashkë me policët e thjeshtë, e din shumë mirë që sot policia e shtetit është një bande organizuar në kupolën e saj. Dhe e din shumë mirë që në qeverisje ka një grup të strukturuar kriminal drejtuar nga vetë Rama, që filtron miliona e miliarda euro në shërbim të interesave ti. Gjithë ju e dini, dhe jo vetëm ne, që shefi komisariatit, numër 1 që bënte cubin me deputetët dhe protestuesit, është i emruari i bandave të vorës në atë pozicion. Dhe të gjithë ne, të gjithë qytetarët, dhe ju e dini që drejtori i policisë është peng dhe i emruar nga bandat e Durrësit. Dhe ju e dini shumë mirë që kryeministri juaj 24 orë rresht është në komunikim vazhdueshëm me bandat për t'i shpallur ato investitor strategjik. Dhe kjo është mos e vërtet dhe për t'i këmbyer pastaj me favorin e votës. Dhe ju e dini akoma më mirë se fashikujt e Spakut, se kryeministri juaj i kishte dhënë autoritet politik, autoritet më të madh se autoriteti juaj, një personi apolitik, Agasi, për të bërë një zyrë kryeministri bis, ku kapeshim prej hunde me fakte dhe prova deputet, ministra, biznesmen që kalonin me radh, në zyrën e cilit janë shkarkuar, janë emruar me radh 3 ministrat brendshëm, drejtor policie, shefa komisariatesh, dhe kjo është e vërteta që ju e dini akoma më mirë se sa gjithë shqiptarët, dhe unë nuk pres që të reagoni, nuk pres fare as të mbroni protestuesit, është larg çdo fantazie, por ky është realiteti i vërtet. Dhe të paktën, ajo që kërkoj unë, nuk është që ta bëni këtë, po kurseni fjalët ofenduese ndaj tyre, fjalët fyese që dalin këtu prej njerëzve që janë zhytur deri në fyt dhe marrin kurajon t'i drejtojnë gishtin atyre që sot kërkojnë të drejtat e tyre. Ju duhet të heqni, sepse ofendimet e dala nga goja juaj me gjitha të, kanë dhe efektin e kundër. Ta dini mirë, nuk janë sharje, janë fleta lavdërimi për ta, sepse dalin nga goja juaj. Heqni sepse ju e dini shumë mirë, se ato tri janë pjesa më sinqert dhe më vërtet e shoqërisë, dhe njerëzit më me shumë kurajo dhe guxim sa gjithë ne të marrë bashku. Heqni sepse nuk them që e dini akoma, apo më sakt nuk e pranoni. Por, po ju a themi ne, Rama ka ndërtuar në Shqipëri jo Republikën e bananeve, se do duke shumë egzotike, as Republikën e kumbullave, se do duke shumë baritore dhe idilike. Ka ndërtuar
Republikën e korrupsionit dhe kësaj republike i ka zhvatur, i ka zhveshur çdo gjë me mal, me det, me njerëz, me familje dhe i ka lënë asaj vetëm flamurin dhe himnin. Dhe unë kam frikë që po të vazhdoj, akoma do t'i zhbëj dhe ato. Prandaj, rrëzimi i kësaj qeverisje është detyrë qytetare. Megjithatë, ta dini mirë se në fund nga reagimi juaj ka një ironi fatale për ju. Çdo i ri arrestuar është një dëshmi që protesta jon ka goditur në pikën e dur, në nervin e dur, sepse pushtetet e korruptuara nuk prangosin, nuk arrestojnë indiferencën. Jo, pushtetet e korruptuara, narkoshtetet, arrestojnë frikën e tyre dhe sot ju jeni në frikë dhe panik. Faleminderit.